Arrestimet filluan që nga mesi i vitit, kur dy epror të policisë ranë në pranga si pasojë direkte e zhvillimit të hulumtimit nga betimi për drejtësi. Dy epror të policisë në Pej u ndaluan më 21 qershor në ndyshimet për keqpërdorim të detyrës zyrtare gjatë transmetimit të emisionit. Paraprakisht, Inspektorati Policor i Kosovës me informatat e pranuara nga redaksia e BPD-s rekomandoi suspendimin e Prektunës, shefi sektorit të operativës në stacionin policor në Pej, dhe Nexhat Gutić, shefi sektorit rajonal për operativ. Hulumtimi zbardhi mënyrën se si një biznesmen me lidhje të forta shoqërore me epror të policisë së Pejës u favorizua pas një incidenti me zyrtar policor. Policia amnistoi biznesmenin Sali Devolli duke e gjobitur për kundërvajtje, për kundër kërcënimit të policëve dhe elementeve që kërkonin procedim penal. Po ashtu, pretendimet e biznesmenit për dhunë ndaj tij dhe shkelje të detyrave zyrtare të policëve në terren nuk u dërguan fare në inspektoratin policor. E në tërësi, rasti nuk ishte proceduar as në prokurorinë themelore të Pejës, ndonse kjo kërkohet me ligj. Dokumentet e siguruara të brendshme të policisë faktonin që rasti ishte hishtur. Po ashtu, vetë Devolli kishte pranuar se ka raport shoqëror me epror të stacionit të policisë në Pej. Zotri Sali Devolli po thotë që ju e keni shok ato. A është e vërtetë që jeni shok? Oj, ne ka brete po shok, na i kemë me parpuar me krejt qytetarët e vendit. A e njeni jo zotrin Sali Devolli? Dëgjon. Çështje private juve. Jo, nuk është çështje private. Më 11 korrek u shkarkua komandanti i stacionit të policisë në Pej, vendim që ndonse jo i konfirmuar zyrtarisht, erdhi si pasojë e drejtpërdrejtë e hulumtimit. Po ashtu, pas këtij hulumtimi, është inicuar rast ndaj biznesmenit Devolli për pengim të personit zyrtar. Dhe, për shkak të reagimeve në opinion, Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe zyra e kryeprokurorit të shtetit patën reaguar për procesin e hetimit që ishte zhvilluar pas transmetimit të hulumtimit. Të dy eprorët ende janë në masën e pezullimit nga puna, pasi që nga publikimi i hulumtimit, atyre i është të caktuar masa e ndalimit të afrimit të personit apo vendit të caktuar.